Komentimi përsosur I Kuranit, Gjuzi I 29, Sure El Qalem, ajetet nga 34 deri te ajeti 41. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, afanaj'alu al muslimina kal mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun, am lakum kitabun fihi tadrusun, inna lakum fihi lama takhayyarun, am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmil qiyamah, inna lakum lama tahkumun. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Për ata që ruhen nga gjunahet, tek Allahu do të ketë kopshte të kënaqësive. Vallë, a ti trajtojmë ata që na nënshtrohen njësoj me keqbërësit? Çfarë keni ju jo besimtar? Si po gjykoni kështu? A keni ndonjë libër që ju premton se do të keni çfarëdo që të zgjidhni? Apo kemi bërë me ju ndonjë beslidhje të vlefshme deri në ditën e Kiametit dhe e cila ju siguron se do ta keni atë që keni urdhëruar? Pyeti ata se kush I garanton për këtë, ose mos kanë ata bashkëpunëtor? Atëherë le t'i sillin bashkëpunëtorët e tyre nëse ajo që thonë është e vërtetë. Komentimi, përgjigje e plot. Metodika e komentimeve kuranore është e tillë që sjell historinë e njerëzve keqbërës dhe mirëbërës në përqasje mes tyre, në mënyrë që të njihen sa më mirë cilësitë pozitive dhe negative që mbartin dhe përcjellin. Kjo metodik ndikon shumë në edukim. Këtë metodë pam edhe te tregimi për pronarët e kopshtit, pasi u tregua historia e dhimbshme e pronarëve të kopshtit në ajetet e kaluara, vijohet me cilësimin e njerëzve të devotshëm. Konkretisht ajeti thot për ata që ruhen nga gjunahet, tek Allahu do të ketë kopshte të kënaqësive, kopshte të parajsës ku gjendet çdo begati. Ato begati njeriu nuk I ka përfytyruar ndonjëherë. Një pjesë e idujtarëve dhe pasanikëve arrogant pretendonin se ashtu siç kishin pasur gjithçka të mirë në këtë botë edhe në botën tjetër do të ishin shumë mirë. Allahu I madhëruar në ajetin e radhës I qorton ashpër ata, madje I gjykon duke thënë: "Vallë, a ti trajtojmë ata që na nënshtrohen njësoj me keqbërësit? Çfarë keni ju jo besimtar? Si po gjykoni kështu?" A beson ndonjë njeri I mençur që fati I të drejtit dhe I shtypësit, fati të bindurit dhe I kriminalit, fati I bamirësit dhe I monopolistit do të jenë të njëjtë? Veçanërisht kur çështja ka lidhje me Allahun, I cili është I urtë dhe llogaritësi më I mirë. Edhe në surën Fussilet në ajetin 50 të saj, për të tillë njerëz thuhet: "Nëse pas fatkeqësisë ne japim atij që të shijojë nga mirësitë tona, ai me siguri do të thotë këtë e meritoi. Unë nuk besoj se do të vi ora e Kiametit, por edhe nëse kthehem te Zoti im, sigurisht që ai do të më jap shpërblimin më të mirë. Në të vërtetë, ne do t'i njoftojmë mohuesit për atë që kanë bërë dhe do t'i bëjmë të shijojnë një dënim të ashpër." Po, ky grup njerëzish arrogant dhe të vetkënaqur me botën edhe ahiretin e konsiderojnë si pronë të tyre. Më pas ajeti thotë se nëse mendja dhe inteligjenca nuk I ka çuar në një gjykim të tillë, a keni argumente të transmetueshme që bazohen në autoritetin hyjnor për pretendimin tuaj? A keni ndonjë libër që ju premton se do të keni çfarëdo që të zgjidhni? Ju prisni që kriminal si ju të jenë në gradën e myslimanëve? Kjo është një gjë që as mendja nuk e miraton e as nuk është përmendur në librin e Allahut. Në ajetin vijues Allahu thot: "Apo kemi bërë me ju ndonjë beslidhje të vlefshme deri në ditën e Kiametit dhe e cila ju siguron se do ta keni atë që keni urdhëruar? Kush mund të pretendojë se ka marrë premtim prej Allahut që t'u dorëzohet dëshirave të tij, si dhe t'ju jap çdo pozitë pas një llogari, saqë kriminalët të barazohen me besimtarët?" Pyetjet në vijim u ambyllin çdo rrugdalje. Pyetja ata se kush I garanton për këtë, bëhet pyetja e fundit, ose mos kanë ata bashkëpunëtor? Atëherë le t'i sillin bashkëpunëtorët e tyre nëse ajo që thonë është e vërtetë. A kanë ata ndonjë argument me cilin të vërtetojnë se këta idhuj, këto objekte pa frymë dhe të pandërgjeshme të jenë ortak me Allahun dhe ndërmjetësues pranë tij? Disa komentues fjalën shurake e kanë marrë në kuptimin shuhada, pra të dëshmitarëve. Në përmbledhje të këtyre mjeteve të lartë përmendura si përfundim mund të themi se ata për të vërtetuar pretendimin e tyre se janë të barabartë me besimtarët, madje edhe më lart se ata, duhet të kenë në favor të tyre ose argumente racionale ose libër nga librat qiellor, ose premtim apo kontratë me Allahun, ose ndërmjetësim të ndërmjetësuesve apo dëshmi të dëshmitarëve,
Meqense nuk kanë asnjë nga këto, pretendimi i përmendur është plotësisht i pabazë dhe i pavlerë.